Përshëndetje nga ky episodi 5 i Class Real Estate. Sot ndodhemi në një nga komplekset më të preferuara për banim në Tiranë, në Mangalem. Përfaqësuesi Kontakt ÇPK, kompanisë me një impakt shumë të gjerë në zhvillimin e real estate-it në Tiranë, ka ardhur Erli Luli të na tregojë më tepër edhe rreth projekteve të ardhshme të Kontakt. Erli, faleminderit që je me mua sot në Class Real Estate. Unë bëra një hyrje për dëgjuesit. Mangalemi është një kompleks i shtrirë shumë gjerë në teren. Dhe përpara se të bëja takimin e parë me ju, unë nuk e kisha dijenin se sa masiv është Mangalemi. Unë kisha të shkruar një Mangalem 21, mendova që lidhet me godinën, po këtu nuk janë vetëm 21 godina dhe as numri siç më theti nuk lidhet me këtë. Cindy, faleminderit ju për ftesën. Shumë e vërtet, Mangalem 21 është një nga projektet tona më të mëdha, por jo vetëm nga projektet tona, por nga projektet më të mëdha që kanë ndërtuar gjithë firmat e ndërtimit në Tiranë. Mangalem 21 e ka marrë emrin nga studio e projektimit që ka realizuar projektin, studio nga më prestigjioset në Europë, që quhet OMA, me qendër në Rotterdam. 21 në fakt lidhet me shekullin që është ndërtuar, por si objekte këtu realisht janë 41 objekte, të cilat janë zgjeruar edhe me 2 dhe 3 projekte të reja që janë duke ardhur në vazhdim, që është projekti Kaimi, Kadiu dhe projekti i fundit që do të zgjerojë projektin deri në fund, është projekti Nokia. Aktualisht ndodhemi te Kadiu, i cili sapo ka përfunduar fazën e parë, siç e shikoni dhe ju, e gjitha hapësira rreth 70% e projektit është gjelbrim. Është një nga pikat tona më të forta. Kur nisim për të ndërtuar, një nga projektet tona më të rëndësishme është që të fokusohemi kryesisht tek pjesa e gjelbërimit që do t'i ofrojmë banorëve të cilët do të jetojnë në kompleks. Duhet të jetë një sfidë për kompaninë tuaj të ruaj cilësinë e lartë të ndërtimit, të shërbimeve, kur bëhet fjalë për një projekt të shtrirë kaq gjerë në terren. Dhe ma merr mendja, këtu nuk flasim vetëm për njësi banimi. Këtu flasim dhe për shërbime për banorët, pra njësi të nevojshme për një jetesë të lehtë dhe të shëndetshme. Çfarë përfshin Mangalem përveç njësive të banimit në terrenin e tij? Po, është shumë e vërtet, ne nuk bëjmë kompromis me cilësinë, është një nga strategjitë tona në fushën e ndërtimit, filozofia jona se si ne ndërtojmë. Duke qenë se është një nga projektet më të mëdha, automatikisht lindet edhe nevoja që të ketë çdo lloj faciliteti brenda tij. Mangalem 21 nuk ofron vetëm njësi banimi, tek Mangalemi ne disponojmë edhe tipologji dyqane dhe njësi shërbimi, të cilat tashmë pothuajse janë shitur 100% dhe duhet të thënë se duke qenë se projekti është tashmë i përfunduar dhe totalisht i banuar, pothuajse çdo facilitet dhe çdo njësi shërbimi është hapur pranë kompleksit ton. Duhet përmendim që janë hapur restorante, palestër, absolutisht janë hapur kafe, gjithashtu farmaci, klinika dentare, domethënë çdo facilitet dhe çdo njësi shërbimi që ja bën jetën më të thjeshtë banorëve që jetojnë në Mangalem, është patjetër që është hapur në këtë periudhë. E kuptueshme në fakt, sepse e vura re dhe kur po ecnim që gjithçka çfarë i duhet banorëve është shumë lehtësisht e aksesueshme këtu. Mangalemi nuk është i vetmi projekt kaq i madh që ju keni. Por doja të dija pak në lidhje me këtë përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve, sepse siç e përmendëm, cilësia e ndërtimit është aja për një jetesë të sigurt dhe kjo është kryesorja që josh njerëzit të blejnë. Si e bëni ju këtë përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve me të cilët keni partneritetet tuaja? Ti e përmende pak një kompani ndërtimi me qendër në Rotterdam. Të gjitha projektet tona aktualisht, të cilat ne jemi duke i zhvilluar, janë kryesisht me arkitekt, ose siç ne i themi top arkitekt. Kryesisht të vendosur në qytetet më të mëdha të Europës, që ato sjellin jo vetëm projektin, por sjellin edhe një filozofi jetese ndryshe nga ajo që ne jemi mësuar. Kjo ka qenë dhe filozofia që OMA ka ndjekur tek Mangalemi. Siç e shikoni, projekti është i gjithi i pozicionuar pothuajse gjatë gjithë periudhës ditës nga dielli dhe kanë shfrytzuar në maksimum këtë fatin e madh që ne kemi si vend, që kemi pothuajse gjatë pjesës më të madhe të ditëve, kemi diell. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet që pse janë projektuar me kaq shumë dritare, duke qenë se ato vijnë nga një vend relativisht me klimë të ftohtë,
kur kanë ardhur në fillim na kanë sugjeruar që fatin e madh që keni, pse jo mos ta shfrytëzoni. E vërtet. Erli, Mangalemi është vetëm fillimi i një rrugtimi të suksesshëm për Kontaktin, i cili tani zhvillohet me një projekt në një zonë shumë të rëndësishme të Tiranës, që duket se po kthehet në një qendër të re për të, zona e liçenit Farkës. Ju po zgjeroheni aty me baladën. Si është balada ndryshe nga Mangalemi, nga Magneti, nga projektet e mëparshme të Kontaktit? Po, është shumë e vërtet, siç e përmendët edhe ju, balada është siç ka qenë Mangalemi kur e kemi nisur në fillim, një zonë e cila aktualisht është në zhvillim e sipër, e tillë ka qenë dhe zona e Alidemit ku ne kemi ndërtuar Mangalemin, por në përfundim të tij, siç edhe ju e dini, e gjithë zona ka ndryshuar totalisht. Ne këtë pritshmëri kemi edhe te balada. Atje shitja ka filluar dhe po ecën shumë mirë, me thënë drejtën. Balada ndryshe nga Mangalemi është e projektuar vetëm për njësi banimi dhe nuk kemi njësi shërbimi. E kuptoj. E the shumë bukur. Balada për liçenin e Farkës është si Mangalemi për Alidemi, një risi. Do me thënë në lagje, në zonë, solli një zhvillim të Alidemit, Mangalemi në këtë rast, ndërsa balada në liçenin e Farkës, unë në fakt doja të të pyesja pse njerëzit po e preferojnë kaq shumë atë zonë. Po e preferojnë për shkak të gjelbërimit, për shkak të kësaj qetësisë që të jep një rutinë larg rëmujës dhe zhurmës së qendrës. Pse gjithë ky zhvillim pikërisht në atë zonë? Kjo ka qenë një nga arsyet që ne kemi marrë një truall të ri për zhvillim në zonën e Farkës. Jeta në Tiranë është bërë shumë kaotike dhe njerëzit kanë tendencën të largohen larg zhurmave që ofron kryeqyteti tashmë, duke qenë se normalisht edhe zhvillimi ka qenë shumë i lartë. Njerëzit kryesisht kanë tendencën të shkojnë drejt zonave periferike, ashtu siç ndodh me kryeqendrat më të mëdha të gjithë botës. Farka nuk ofron vetëm pjesën e liçenit që është një atraksion, le të themi, por gjithashtu ka dhe këtë pjesën e vendodhjes strategjike në cilën ndodhet, sepse është shumë afër me Unazën e Madhe, gjithashtu është shumë afër me disa nga bizneset më të mëdha që ofron gjithë zona e Farkës. Pra është sa periferi, aq edhe është e lidhur shumë strategjikisht me qendrën, dhe atë pjesën e njësive të shërbimit që ti e ceke pak më parë, balada mbase nuk i ofron, por mund të mos jetë nevoja për këto njësi shërbimi, sako që ato janë kaq afër me kompleksin dhe kaq lehtësisht të aksesueshme. Po, është e vërtet. Ne që kur kemi filluar projektin fillim, kemi studiuar paraprakisht zonën, dhe duke qenë se Farka është mjaft e zhvilluar dhe i ofron gjitha lehtësirat për një jetesë sa më të lehtë, ne kemi menduar që të bëjmë një projekt i cili të jetë vetëm për banim. Erli, po bisedoni për baladën, do t'i rikthehemi asaj që nisëm me disa detaje të rëndësishme mbase për dëgjuesit që duan të kenë një njësi tek balada. Pjesa më e madhe e komplekseve aty janë të zhvilluara në formën e vilave, duplekseve. Pse balada ka përzgjedhur të jetë një kompleks i ri me apartamente, pra si janë të organizuara njësitë e banimit aty? Po, Sindi, është e vërtet, ne ndryshe nga konkurrentët tanë që po ndërtojnë në zonën e Farkës, kemi ardhur vetëm me tipologjinë e apartamentit, ofrojmë 3 tipologji, garsoniere 1+1, 2+1, por në rast se klientët kanë kërkesa, duke qenë se jemi në fillimet tona, mund bëjmë dhe riorganizime. Kemi menduar që të ofrojmë vetëm njësi banimi, sepse siç e përmendëm më përpara, duam të jemi me një projekt i cili të jetë sa më i qetë dhe të ofrojë të gjitha kushtet për një jetesë sa më komode për banorët. Çdo kompani ndërtimi ecën me një filozofi suksesi që lidhet ngushtë me target grupin e blerësve që synon të bëjë për vete. Filozofia juaj e një rrugtimi të suksesshëm duket se është kombinimi i buxhetit me cilësinë. Pra ju i përgjigjeni një kërkesë masive. A do të vazhdojë kjo filozofi edhe tek balada? Pra si është balada konceptuar sa i takon çmimeve? Kjo është filozofia që ne na ka ndjekur në rrugtimin ton 26 vjeçar, sepse ne kemi qenë në vitin 1999 që merremi vetëm me pjesën e ndërtimit. Normalisht, ne kur fillojmë të nisim një projekt të ri, gjithmonë mundohemi të jemi me çmime më të mirë në zonë. Kjo ka qenë filozofia jonë në gjithë projektet që kemi ndërtuar, kjo do të vazhdojë të jetë edhe te balada, por edhe te projektet e ardhshme. Kjo vjen jo pa qëllim, sepse ne kemi një target group që është kryesisht shtresë e mesme. Dhe duke qenë shtresë e mesme, mundohemi që të jemi sa më pranë tyre duke i ofruar një çmim të mirë. Por gjithmonë duke pasur parasysh që ne nuk bëjmë kompromis me cilësinë. Cilësia jonë është pika jonë më e fortë.
Balada a vjen në këtë pikë të krijimit të saj me oferta për cilët blerësit duhet vijë në dieni në rast se kanë interes të kenë një njësi aty, pra ka tani çmime preferenciale, oferta? Çmimi është preferencial sepse gjithmonë normalisht duke qenë se është në fillimet e saj si projekt, vjen me çmim më të mirë dhe ne nga eksperienca që kemi në përfundimin e projektit, zakonisht tek projektet tona çmimi rriten deri në 500 deri në 800 euro për metër katror. Kjo tregon edhe një kthim investimi shumë të lartë, sepse klientët tanë nuk janë vetëm klientë që janë blerës për të banuar, po janë dhe klientë të cilët vlen për investim. Sa i takon investimit, tek Mangalemi unë kam vënë re disa njësi biznesi që e kanë përzgjedhur këtë kompleks për të patur pikat e tyre, por nuk jam shumë në dieni sa i përket liçenit të Farkës dhe sa i përket asaj zone, konkretisht Baladës, a e preferojnë bizneset atë zonë për të zhvilluar me pikat e tyre? Nga eksperienca që kemi patur deri tani, kërkesat kanë qenë kryesisht fokusuara vetëm për banim. Për banim. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet që ne tek projekti tek Balada kemi ardhur vetëm me njësi banime. Si ka funksionuar deri tani shitja? Ti e the pak që Balada ka rezultuar të jetë një sukses. Ka patur interesim që në këtë fazë edhe unë kam bërë këtë pyetje edhe më parë, por më intereson të di për projekte të caktuara, a është e sigurt që njerëzit të blejnë në këtë fazë të ndërtimit, pra kaq herët? Shiko, kur klientët blenë, nuk blenë sepse po marrin në Fark ose tek Balada, por blenë sepse po ndërton kontakti. Siç e thashë më përpara, 26 vite eksperiencë tashmë e kanë krijuar besimin te klienti dhe klienti e di se ku po blen. Ne kemi klientë më parshëm të cilët rrinë me kohë pritje vetëm për të blerë një apartament tek ne. Deri tani e njëjta filozofi ka funksionuar tek Balada. Klientët që kanë blerë njësi atje banimi janë gjithë klientë që na njohin dhe e dinë se si ndërtojmë, se sa shpejt. E dinë çfarë të presin nga kontakti? Domethënë, duke qenë se fusha e ndërtimit vitet e fundit është një nga sektorët më të rëndësishëm të zhvillimit të ekonomisë dhe po ndërtojnë jashtëzakonisht shumë firma ndërtimi, është shumë e rëndësishme edhe se tek cila firmë ndërtimi do blesh. Ne i ofrojmë klientit shumë siguri, jo vetëm në cilësinë e ndërtimit, por siguri në përfundimin në afat. Madje shpeshherë ne kemi edhe batuta nga klientët të cilët nuk e presin që ne do mbarojmë më shpejt se afati që kemi vendosur. Dhe çka është më e rëndësishmja, klientit tek ne ka atë besimin sepse në përfundimin e objektit merr me njëherë çelësat dhe hipotekën bashkë. Ka shumë element që ju dallojnë. Është kjo e hipotekës që është vështirë sot ta sigurosh kaq shpejt. Është afati, pra korektësia që ju keni në raport me klientët, që ato e kanë shumë të vështirë ta gjejnë sot edhe afatet dalin me vite nga parashikimi dhe jo më të jenë përpara përcaktimit të tyre. Ju keni një stil shumë të veçantë të ndërtuarit, edhe duket qartazi edhe pas nesh, shumë vital, shumë jetësor, me ngjyra, me një energji të mirë. Njëkohësisht edhe kjo pjesa e buxhetit që ceke mund të jetë një pikë interesi për investitorët që i përzgjedhin njësitë tuaja për të shfrytzuar. Ti e tekstove disa herë që është një kompleks me fokusin tek banimi, por sot po funksionon shumë mirë edhe nën Qerat. Kështu që me shifra kaq të leverditshme sa ti the për të blerë një apartament të vogël, mendoj që ai apartamenti është në mënyrë shumë e mirë për të shpërblyer, sepse ti e merr dhe e jep përkohësisht me qira, e shfrytëzon për këto opsionet e nën Qeras, janë këto të frytshme? Është shumë e vërtet e gjithë paranteza që bëre. Tek Mangalemi dhe tek Kadiu, po ashtu pa lënë pa përmendur dhe Oksën, ka funksionuar jashtëzakonisht shumë. Ne kemi patur klientë investitor, të cilët e kanë mënyrë të bërit biznes, të cilët investojnë në disa njësi dhe më pas i përdorin për interesat e tyre për qira, për booking, Airbnb, duke qenë se po funksionon jashtëzakonisht shumë. Duke qenë se çmimit e Balada për momentin është jashtëzakonisht i favorshëm, unë ja sugjeroj klientëve të cilët e shikojnë si mënyrë investimi që Baladën ta shikojnë dhe nga ky këndvështrim,
sepse Farka është një zonë e cila doja mundsoj këtë gjë. Ka perspektivë. Po ka jashtëzakonisht perspektivë dhe gjithë klientët, edhe klientët tonë të mëparshëm që e kanë zhvilluar si formë të bërit biznes, mund ta shikojnë si opcion edhe pjesën e baladës për të investuar dhe për të marrë njësitë të cilat më vonë mund t'i përdorin. Dhe ne kemi një gjë shumë të mirë, ndryshe pothuajse nga gjithë firmat e tjera ndërtimit, që krijojmë dhe tipologji të cilat janë të strukturuara vetëm për këtë lloj klienti. Janë njësi të tipit garsonier ose 1+1 me sipërfaqe shumë të vogël, që nga eksperjenca që kemi me klientët e mëparshëm funksionojnë jashtëzakonisht shumë për t'i përdorur për këtë lloj biznesi. Ju keni dhe një rjet shumë të mirë strukturuar, domethënë mënyra si ju funksiononi si grup është shumë interesante dhe do të të pyesja, a ju ndihmon juve fakti që ju ndërtoni, krijoni produktin tuaj, po një kohësisht brenda këtij rjetit tuaj keni dhe agjensitë që shisni, ky kurimi në detaj që ju bëni nga A deri në Z, ju ndihmon dhe me këtë pjesën e shitjeve, që ju jeni vetë në qendër të saj edhe dini çdo detaj që duhet edhe blerësit të dinë për projektet tuaja? Ne kemi departamentin tonë të shitjeve, që është jashtëzakonisht shumë i dedikuar të merret me pjesën e shitjeve. Kjo na ndihmon shumë sepse ne ndryshe nga agjencitë jemi të fokusuara vetëm te kontakti dhe përveç kësaj ne, duke qenë se kemi mesatarisht shumë kohë që punojmë për kompaninë, tashmë e kemi mësuar filozofinë dhe jemi rritur, le të themi, me mentalitetin e kompanisë, gjë e cila na ndihmon jashtëzakonisht shumë për t'ia përcjellë këtë mentalitet edhe klientit. E vërtet. Tani kam një pyetje, jo për të të vënë në siklet, pse duhet blerësit të përzgjedhin baladën para një kompleksi tjetër të ngjashëm me baladën në të njëjtën zonë? Është momenti të reklamosh. Unë i them edhe klientëve të mi, në radh parë të zgjedhin kontaktin, sepse siç e përmendëm më përpara, është e vështirë të gjesh një firmë ndërtimi që të ofrojë gjithë këto facilitete. Ne nuk e përmendëm më përpara, por duhet ta cek tani që ne kemi edhe pjesën e kreditimit, që i ndihmon jashtëzakonisht shumë çiftet e reja, të cilët mjaftojnë të disponojnë 20% vlerës dhe me pjesën tjetër e asiston kompania me kolateral për të marrë pjesën e kreditimit. Domethënë, gjithë këto facilitete e bëjnë kompaninë që të jetë nga më të zgjedhurat në treg. Pasi të kenë zgjedhur kontaktin, duhet të shohim projektin. Balada është projekti jonë i ardhshëm më i madh dhe duke qenë një pikë strategjike, duhet ta kenë në konsiderat sepse përveç çmimit ofron edhe shumë facilitete tjera që është vendodhja strategjike, qetësia që do ofron kompleks, 70% e projektit do të jetë gjelbrim. Domethënë, të rritesh fëmijët në Tiranë në një ambient i cili është pa makina dhe ka 70% të zhvillimit e ka gjelbrim, është shumë e vështirë ditët e sotme që të gjesh një projekt të tillë. Patjetër, është pjesë e një shëndeti të mirë, e sigurisë, edhe zakonisht kjo gjehej dikur vetëm tek vilat. Pra duhet kishe një vilë dhe duhet zotroje likuiditetin apo duhet merrje kredi shumë të mëdha për të patur një vilë që të kishe gjelbërimin që vjen me vilat. Apartamentet nuk para kanë ardhur në oaze kaq të gjelbëruara dhe kjo është realisht një risi për qytetin. E vërtet. Unë dua ta mbyll intervistën me kontaktin. Real estate është një industri që po pëson një zhvillim të jashtëzakonshëm në Tiranë, edhe të një cilësie shumë të lartë, edhe një zhvillim shumë interesant, pra jo vetëm pallate dhe kulla pa një karakter, por qyteti realisht po zhvillohet në një mënyrë shumë të bukur edhe interesante. Kontakti ka një copës shumë të madhe të këtij puzzle-it. Si do të zhvillohet jo vetëm kontakti si kompani, por projektet që pritet të vinë, cilat janë, si do t'jenë ndryshe nga ato të deri më tanishmet? Është e vërtet kjo që thatë ju, ne në industrinë e ndërtimit kemi një nga rolet kryesore të zhvillimit të kryeqytetit, po jo vetëm, sepse ne aktualisht është hera parë që do të ndërtojmë një zonë shumë të preferuar siç është Pogradeci, do vim me një projekt të ri, është sfidë e re për ne, por ashtu si projektet tona të mëparshme, unë mendoj se do ja dalim shumë mirë. Ne aktualisht përveç projektit Pyet e Drilonit që është në Pogradec, kemi disa projekte të reja. Ne gjithmonë kur nisim një ndërtim mundohemi që të zgjedhim pika sa më strategjike, që t'ja bëjnë jetesën klientëve sa më të lehtë. Projekti jonë i ardhshëm që pritet filloj shumë shpejt është vazhdimi dhe faza fundit e projektit Mangalem 21, që quhet Nokia.
Pas Nokias, presim për të filluar një projekt të ri i cili quhet Naja, është me vendodhje shumë pranë Unazës Madhe. Gjithashtu kemi në plan për të filluar më vonë një projekt të ri i cili quhet Metallica, do me thënë janë gjitha janë projekte shumë të mëdha dhe një zhvillim edhe për kompaninë, sepse normalisht i ofrosh klientëve, por edhe punëdhënësit një gamë kaq gjerë projekte që është stabilitet edhe për kompaninë, edhe për tregun, edhe për klientin e ardhshëm. Këto janë disa nga projektet tona kryesore që ne i kemi në plan për të filluar brenda vitit. Normalisht në momentin e parë që ne kemi projektin do të fillojmë edhe marketimin edhe prezantimin të klientët tanë. Shpresoj dhe nga eksperienca kam besimin që do jenë projekte shumë të mira dhe që do ecin jashtëzakonisht mirë. Më detyrove ta zgjas pak pyet e Drilonit. Më trego pak për këtë projekt. Si e shihni ju pyet e Drilonit? Pra, si do t'jetë organizuar projekti edhe çfarë do t'i sjelli qytetit të Pogradecit, çfarë ritësie do t'i sjelli qytetit? Për qytete si Pogradeci që kanë fatin e madh të ndodhen tek liçeni i Orit, një nga liçenet më të mëdha në gjithë Evropën, është fat që po i vjen një ndërtim i tillë si pyet e Drilonit nga një kompani si firma e ndërtimit Kontakt, sepse nuk është zhvillim vetëm për kompaninë, por është zhvillim edhe për qytetin e Pogradecit. Ne nuk kemi cënuar asnjë pjesë të qytetit Pogradecit, do të ndërtojmë një zonë e cila ndodhet ndërmjet Tushemishtit dhe Pogradecit. Objektet do të jenë shumë të ulta, me qëllim që mos ta dëmtojnë bukurinë që i ka falur natyra e qytetit Pogradecit. Ne presim që jo vetëm për kompaninë, por edhe për qytetin Pogradecit do të jetë një zhvillim jashtëzakonisht i madh. Kemi filluar shitjen atje dhe projekti ka ecur shumë mirë. Kështu që normalisht në të ardhmen t'ia lejmë kohës, domethënë të shikojmë se si do të funksionojë. Të ulemi sërish të bisedojmë vetëm për pyetjet e Drilonit. Erli, faleminderit shumë që ishe me mua sot. Ishte një intervistë shumë e këndshme. Sindi, faleminderit dhe ishte kënaqësi që u njoh dhe me projektet tona, po që erdhët na vizituat dhe nga pranë tek projekti Kadio. E vërtet. Faleminderit edhe ju dëgjues të klasit që e ndoshit këtë episod të 5 të Klas Real Estate. Së bashku do të jemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.